Po s'besoj që mos më mshit. Ani. Bashkëpuna ime është me lyp përgjithësi për temi frypun. As po bojnë Bajram as kuçoj. Bajrami nesër. Jo, për Bajramin që vazhdojmë të nesër. Jo, kemi pas për nesër kemi shtypë sot. Nuk kemi marrë. Shumë mirë. Deputat. A jemi atë? Mirë. E këton men me ju më qelj me një pjonve dhe mos me lo me dalë deri sa të mirë në vesh. Po s'besoj që mos më mshit. Ani. Nuk besoj, sa është puna jote? Nuk është jo si qytetar, bashkëpuna ime është me lyp përgjithësi për temi frypun. Tjetër, po më thon Bashkëpuna ime me fjong si simbolik. Bashkëpuna ime është. Bashkë është puna ime. Ne jemi gatshëm për marrëveshje. Okej, në rregull është. Sa shpëdojmë na, ma tepër s'po dëm çu çdo që të merreni vesh. Faleminderit shumë. S'kan marrë. Inderum, po, që vëjnë polici. Jam rështjeri Bashkim Hasan. Jam përgjegjës. Jam në bashkim që nga 20 vjet. Shumë mirë, po e bëj për shkak kamera. Po. Klusna, derën e hymjes mos e mbyll. Është derë cilën e kontrollon protokollin. Ja, ndëgjëm. Apo çfarë që mbyllë? Nasni mirë jo. Tani po. Apo do më mamu drejtën me protestu. Nasni mirë. Ndëgjëm, kështë e përfundoj apo. Që kjo derë është për protokoll janë musafir të ftuar. Është personi adekuat cilë të përcjell. Dera tjetër është për deputet. Duhet me dalë të djera tjetër mrana objektit. Ne po hin deputet. Dëgjëm, mrana objektit Sunin Olin e kanë shpit vetën. Në mirë po, mrana objektit nuk bën me hi. Kjo është e qartë që ki diçka në publike, unë po du me marrë pjesë si qytetari i Republikës së Kosovës. Duhet me bë kërkesë te sekretariati i kuvendit edhe s'ka problem. Për ndryshe, si qytetar, si avokat është e pamundshme. Jo si avokat, që unë veç si qytetar, veç po du me u marrë veç ta politikisht, qysh do që të merren vesh. Si çka dush, është e pamundshme me marrë pjesë i paftuar, sidomos në seancat që janë në proces si. Ani besoj që këtu jashtë nuk më pengon. Nasni mënyrë. Edhe s'pengoj asnjëherë. Veç punën tonë jo. Famirës shumë. Koleg, ju kisha lutë më najtë qëtu, në qafë se ka nevojë diçka mirë. Qafë se jo, jeni të mirë. Patjetër. Po se unë jo këmë tjerë. Edhe shtetë. Kjo që ka hymja VIP, ajo që ka hymja deputatëve. Ashtë të saktë. E pëse po hinë deputatë nej, apo lujnë loj atë qka? Se s'pi pyta, apo po më Mirë dhe, në regull. Avokat, mu jo. Gjam, nuk është jo VIP, e dedikuar për njerëz të mëzafir civil. Po të thëmë shumë sinqerisht. Që po i njërim përgjithë si është. Prej me problem nuk kemi. Ama veç për ju shtraj drejta të mija. As për njeve jo. Unë me ty jo. Si që me konstitu kuvendin edhe du me jesë për para pajtuna plëtës. Ne kemi marrë për çdo ditë, kemi votu, kemi dhënë opsione që shmetojnë për kësaj situate, kjo çështje lidhet edhe me pjesë. Të veprës penale të mashtrimit edhe potencialisht mundet me qenë dhe kesh përdorimi pozitës zyrtare. Me të vërtet, kjo është katastrofë çka po ndodh, po çka mboni për shtypje, as shumica e deputetëve kanë ardhur me vonesë. Unë tash për juve gazetarëve, po e kuptoj që këta gjithmonë po vonashin. 19-20 vjen deputeti këtu me vonesë dhe vjen na shet men. Po kjo s'ka fare kuptimi nëse deputet nuk e fillojnë seancën atër kur e kanë caktu, nuk mundën me prit prej zyrtarëve tjerë me fillu në kohë. Siç e pat, asnjë parti nuk pat ndonjë qëllim mosmunal, pra krejt ishte te individ, e patëm një deputet PDK-s i cili tha ti nuk mundesh me na nal neve, ta se s'është puna jote, a nuk e din që qytetari e ka detyr me lyp përgjegjësi, edhe drejt edhe detyr me lyp përgjegjësi prej një deputeti, pa deputet PDK-s që kanë shumë korrekt, shumë të hapun edhe ndaj juve, mediave edhe ndaj meje, kolegut tim, edhe të vendosjes, edhe të partive tjera, madje edhe të lista sërbe u tregu që është shumë konstruktiv. Kërkova që deri në marrëveshje mos me dalë për ndërtesës, në fakt për këto 27 herë që janë taku, vetëm në marrëveshje që kanë arrit
edhe ato mënyrë unanime është marrëveshja që nesër mos me punu për shkak se është festa e Bajramit. Pra dje u morëm vesh shumë lehtë për këto.